Pas shpalljes së lagjeve Llak dhe Xhërmëhall në Delvinë si asambël arkitektonik urban, Bashkia e Delvinës ka nisur fazën e parë të këtij projekti të rëndësishëm që synon në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike e kulturore të këtyre zonave. Projekti parashikohet të shtrihet në disa vite dhe të shoqërohet me investime konkrete që do të kontribuojnë në rigjallërimin e lagjeve dhe përmirësimin e infrastrukturës së tyre. Ne jemi në fazën e parë në fakt të këtij projekti të madh që në vitet në vazhdim presim që të kemi dhe investime konkrete në këto dy lagje. Dhe me këtë rast kemi dhe një bashkëpunim të mirë me AKPT-n dhe Fakultetin e Arkitekturës në Tiranë, të cilët janë dhe duke bërë dhe një studim të këtyre dy zonave që më pas ato t'i kthejmë në një destinacion për turistët të vendas dhe të huaj, pse jo. Në kuadër të këtij projekti, Bashkia e Delvinës po bashkëpunon ngushtë me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Fakultetin e Arkitekturës në Tiranë. Aktualisht po zhvillohet një studim i detajuar mbi karakteristikat arkitektonike dhe urbane të dy lagjeve, i cili do të shërbejë si bazë për hartimin e projekteve të ardhshme. Qëllimi kryesor është transformimi i këtyre zonave në destinacione tërheqëse për turistët, duke ruajtur identitetin dhe trashëgiminë e tyre historike. Interesi për këtë nisëm është i madh edhe nga vetë banorët e zonës, të cilët e shohin projektin si një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe promovimin e qytetit. Jemi në hapat e para të këtij projekti dhe patjetër që dhe nga vetë banorët ka interes, sepse kjo është që më së pari preken pikërisht ta banorë të këtyre lagjeve dhe të Delvinës direkt. Gjatë muajve të verës ne kemi vizitor që nga muaj në muaj shtohen vazhdimisht, edhe në vitet e fundit kemi patur dhe më shumë turistë të huaj veçanërisht që vizitojnë këto dy lagje, po edhe muzeun e qytetit që njihen me historinë edhe me identitetin e Delvinës. Mbështetja e komunitetit vjen në një kohë kur Delvina po regjistron një rritje të numrit të vizitorëve dhe turistëve. Kjo tendencë pozitive forcon bindjen se investimet në lagjen Llak dhe Xhërmëhall do të kenë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit.